Po ky ligj parashikon në nenin 66 fraksion 3 detyrimin e çdo magjistrati të njoftojë menjëherë KLG-n për ekzistencën e një kushti që çonte mbarimin e mandatit. Po ky ligj parashikon në nenin 62 fraksion 1 se gjyqtarët e gjykatës së krimeve të rënda, ku është dhe Irena Gjoka, do të vazhdonin të qëndronin pozicionet e tyre si gjykatës e posaçëm me përjashtim të rasteve kur kishte shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, siç është rasti i Irenës me 5 mbiemra. Sipas ligjit 138/2015 i dekriminalizimit, ligji miratur me 35-a, fshehja, refuzimit për deklaruar gjykime, dënime, qoftë dhe jo të formës së prerë nga autoritetet huaja për çfarëdo lloj vepre penale apo masa të bimi, shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit. Po kjo nuk është e vërtet për Irena Gjokën, sepse ajo mbrohet nga Altin Troplini, mbrohet nga ILD-ja dhe KLG-ja në mënyrën më kriminale, duke përdosur ligje dhe kushtetutat vendit për të dëshmuar se ç'përfaqësojnë në raport me kushtetutën dhe ligjin këto institucione. Sipas ligjit numër 95/2016, ligji për strukturat e posaçme, gjykatë, prokurori, BKH, të gjithë ata që donin të punonin në këto struktura, duhet deklaronin nëse kishin dënime brenda ose jashtë shtetit të formës së prerë ose jo, për çfarëdo lloj shkelje ligjore. Dhe Irena Gjoka përsëri nuk ka deklaruar dënimin e saj në Greqi, refuzimi për deklaruar për bërë shkak të shkarkimit të saj të menjëhershëm. Imagjinoni çfarë drejtësie marrin qytetarët shqiptar nga gjykatës dhe prokurorë si këta bandit të vërtet që shkelmojnë ligje dhe kushtetut për me urdhra politik të Edi Ramës. Pra, sipas 3 ligjeve të miratuara me 35-tat, Irena Gjoka nuk duhet të ishte magjistrate, të paktën që me hyrje në fuqi të ligjit për dekriminalizimin, por ajo fsheu vendimin e saj penal dhe ekspulset, nuk i raportoi ato sipas ligjit. Faktet u bën publike si fillim nga gazetat greke, me pas nga dokumenta zyrtare me vula apostile të sjella Dorazi në organet kompetente shqiptare që në shkurt të vitit 2024, po bëhen 2 vite. 2 vite. Pra, këto dokumenta faktojnë edhe njerë se me çfarë kriminalësh është ose çfarë kriminalësh kanë infiltruar, kanë penetruar në organet e drejtësisë pas reformës. Tani që Irena me 5 mbiemra të mbrohet, të hahet turpi me buk nga KLG-ja, ILD-ja dhe Altin Troplini në mënyrë të koordinuar, kjo dëshmon se këta zbatojnë vetëm urdhra të Edi Ramës, vetëm urdhra të Edi Ramës dhe janë sklever të tyre. Të dashur miq, unë tani do t'u jap medjave dokumentin e ardhur nga do ja jap të pari Top Channelit. E kuptoni vetë, nuk bëj koment. Të dytin kujt kush është? Kjo? Jo, ku është e skarë sot? Ja. Dhe thoni pastaj që nuk respektojnë kundërshtarët.
Ne I respektoj. Po bëj shaka. Tani, një çështje dytë që duhet të dënoj këtu para jush, ta denoncoj, është fakti që këtu 2 ditë më parë hyri me veston e avokatës mbrojtëse Pamela Qirko Balluku, motra e Rahmetlie Ballukut. Se tani e tutje, si që shënova djerë në një status, Lubie Balluku do të quhet Rahmetlie Balluku. Po, tani këtu ka një gjë të tmerrshme. Cila është gjëja? Jo se ato janë motra, jo. Por se vetorët marrin licencat e avokatërve dhe në stilin e Rakipi ata do të shkatrojnë përfundimisht të gjithë shërbimin e avokatisë, masi janë të vetmit që I kanë penë gjykatësit, prokuror, dhe është absolutisht drejtësia e konfliktit interesi. Nuk them se ajo motër, pse është motër, s'mund të jetë avokate, se ligji e lejon, duhet të jetë, por sepse është platforma e mafiozit më të shpifur, më të rrezikshëm në sistemin e drejtësisë, patroni I Altin Troplinit që e ka emrin Arben Rakipi. Çfarë bën Arben Rakipi? Arben Rakipi është drejtor I shkollës magjistraturës. Ndërkohë ka studion e avokatisë. Dhe shkon tani tek nxënësit e tij që mbaroi dhe u pret gjobat, të kam vu kaq, të kam kaluar kaq, të kam bërë këto, të kam bërë ato, dhe ky s'ka akt më të shëmtuar, s'ka dëshmi më flagrante të një drejtësie të konfliktit interesi. Rakipi ishte vetëm një. Tani keni lukunin e vetorve, që janë, imagjinoni ju një famoze Genta Bunga, e cila përflitet për shuma të tmerrshme, bashkë me këtë Pamelen, të cilat përflitet për takime me Mek Gonigalin, të cilat përflitet për shumë, dhe këto tani të vinë të mbrojnë, po ku mund të qëndrojnë kjo? Të vinë me dosjet e vetingut për të mbrojtur kriminal në akuzat e tyre. Ky është dëshmi tjetër e një sistemi drejtësie në konflikt të plot interesi. Ja se çfarë krijoi Soros reforma. Nuk mbetet gjë tjetër, vetëm Delina Fico temrohet antare në gjykatën kushtetuese. Edhe ajo do ndodhi. Pyetje, unë I hapur për çdo pyetje. Tani, do të sqaroj shqiptarët se nga viti 2013 djerë në vitin 2025 njeriu që ka penguar çdo hetim të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama. Shqiptarët e dinë mirë që s'kam patur përkundazi një armiqësi të hapur me Ina Ramen, e cila në qoftë se ky është si vlla me Troplinin, Ina është si motër e Troplinëve. Mësoje nga unë këtë. Përveç tjera është, domethënë. Por Ina Rama, e cila refuzoi prokurorin ndërkombëtar që unë kërkova, se erdhi prokurori ndërkombëtar, s'është vërtet se kam dëgjuar
jo ka ardhur prokuror amerikan këtu, ka ardhur është reale, nuk heton të dot sepse i dilte Edi Rama. Dhe kërkesa zyrtare e qeverisë amerikane, shif pak arkivin e televizionit tënd, e të gazetave, është kjo. Të hetohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Kjo deklarat, kjo kërkes ka ardhur këtu nga Thomas Countryman, që erdhi i posaçëm për këtë krizë. Ishte asistent ndihmës zëvendës sekretar shteti. Një. E dyta, ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje